Atëherë, kam 3 vjet që më torturon shumë Duri me grupin e tij. Ose Aple me grupin e tij. Që janë nuk di sa femra. Dhe Duri dhe din vet kush janë tjerë. Kanë marrë edhe fuqia thot. Djali Zoti që kam unë. I kanë marrë legët Ajës dhe e kanë vrarë, kanë marrë legët e Ejës e kanë vrarë. I kanë marrë legët Mejit e kanë vrarë. Në momentin që është vrarë Meji, para se të merrin legët e Mejit, kanë vrarë vajzën e vogël Alketa, që ishte me kokë të therrë dhe i gjakosur në trup. E ka marrë nga varri Bufeta, djali i Zotit që e ka rigjeneruar. Dhe Alketën. Në këtë kohë, kur është prerë koka e fëmisë që mori fund dhe e varrosin, vjedhin legët e Mejit. Tani është radha Alketa Volotit. Kanë që në 2018 që më kishtë trajton. Por këto 3 vite po heq shpicirë, nuk po ndalen. Ky vit është më i tmerrshme. Më godasin shumë, më djegin shumë, më zihen shumë. Më fusin në hell. Më coptojnë me thika të forta rrezesh. Etj. Edhe me çingel. Më ngrej me çingel si pule ngordhur. Më rrjepen. Jam në rrezik unë dhe fëmijët e mi. Kanë filluar të më zihen fëmijët. Kur më marrin mua, marrin dhe fëmijët. Jo vetëm kaq, po dhe na poshtoren shumë. Më poshtoren dhe fëmijën. Është gjëja më e tmerrshme që kam parë ndonjëherë në jetën time. As në ëndër nuk do e imagjinoja që unë do poshtorohesha apo fëmijët e mi. Një njeriu më i qetë dhe më i logjikshëm se unë nuk ka në botë. Nuk do futesha kurrë në sherrë mas kënd. Tim shoq, ish shoqi im Alban Volotin, e kam hequr gjithmonë nga sherrët. Në kohën që isha unë me të. Derisa e mori leta, e zotroi leta. Tani nuk kam bërë asnjë krim. Thjesht, me sa duket, kam një pasuri. Si Aja me Alketa Voloti ka një pasuri. O më vrasin o s'ka. I thash në fillim të kohës gjatë virusit që fillova komunikim me Aplen për herë të parë, kur u morën lekët, që u sollën lekët, i thash Aples, merri firmën, merri lekët, se e kuptova që ishte shumë i frikshëm. Por tha jo, dua të vras. Aple ishte mësuar bashkë me Durin të vrisnin Ajan, Ejan, Mejin, dhe ishin edukuar të tillë, dhe duan vrasin dhe Alketa Volotin. Ata kështu janë edukuar të vrasin femrën Aja, Eja, Meji dhe Alketa Volotin, sepse parat i përdorin ata. Duhet ta hiqni këtë zakon. Unë nuk dua të vdes. As fëmijët e mi mos i merrni. Ngul këmbë. Dur. Aja, Eja, Meji i mori parat në heshtje. Tani jo në dukje. Në gjithë botën. Mos u ngop shkurr, dur. Bashkë me Aplen, me shtrikat e tua dhe me grupin tënd. S'keni lënë tortura psikologjike, njerëzore dhe fizike, pa më bërë mua dhe fëmijët e mi. Jeni terrori i gjithë botës. Do ta nxjerrun këtë. E kam nxjerr në pa. Do të mbrasësh. E bëre mbrëm, e bëre pra mbrëm, e bëre tjetër pra mbrëm, gjithë vitin. Ke gjithë vitin që më vret. Por në mëngjes jam prapë gjallë. Besoj se Aple pyet Zotin, a vdiq Alketa? Jam gjallë ende Aple. E di që në gjumë më merr dhe më vret. Ti me Durin dhe me shoqërinë tënde. S'kam parë njerëz më pas skrupull dhe të poshtur se ju. Nuk do ndalem sa t'jem gjallë. Tu je poshtëruar si më poshtërone, por nuk do përdor kurrë thikën, nuk do përdor kurrë krimin. Por do flas, do jem talent. Do kem dhimbjen. Do e shpreh dhimbjen. Më kriminela se ju s'kam për të parë gjallë në botë. Nuk do më bëni kurrë kriminela. Sepse se kam në natyrë. Po më lëndon mua dhe fëmijët. Ish një dorë duke vrarë Alketën, si Mejin, Ajan, Ejen. Se kështu mund t'i merrni paret. Nuk do merrni asgjë.